Alba qëndronte në prag të dhomës, sikur kishte harruar pse kishte ardhur aty. Drita e zbethë e llambës binte anash, duke vizatuar hijet e mobiljeve mbi mure. Limi ishte shtrirë në shtrat, me krahët e kryqëzuar pas kokës, syt drejt tavanit, sikur po përpiqej të mos e shite. Por e ndjente. E ndjente praninë e saj edhe pa kthyer kokën. Alba bëri disa hapa të ngadaltë. Çdo hap i duke i rënë, jo nga lodhja, por nga ajo ndjesi e paqartë që e shtynte përpara dhe njëkohësisht e ndalte. U afrua pranë shtratit, ndaloi dhe për një moment heshtja u bë aq e dendur sa dukej sikur mund të prekej. Largohu, tha Limi pa e parë. Zëri i tij ishte i ulët, por i mbredh. Po ma acaron. Alba u drodh lehtë, por nuk u tërhoq. Përkundrazi, u ul në buzë të shtratit. Çfarë ke? E pyeti me zë të butë. Çfarë ke që po sillesh kështu? Limi mbylli sytë fort, sikur po luftonte me mendimet e veta. Mos u sill sikur nuk e di, tha. Ke ardhur këtu, më rri kaq afër dhe pastaj më huton. Ca ke? Ca kërkon nga unë? Ajo uli sytë në duar. Gishtat i dridheshin pak, nuk po kërkoj të hutoj. U përgjigj. Thjesht. Desha të rri pak me ty, ai u kthye më në fund nga ajo. Sytë e tij ishin të lodhur, por të mbushur me diçka që Alba nuk dinte si ta quante. Zemërim, pasiguri, ndoshta frikë. Kjo është pikërisht ajo që më acaron, tha. Ti vjen, rri, më sheh ashtu. Dhe ikën sikur s'ka ndodhur asgjë. Heshtje. Alba mori frym thellë, sepse edhe unë jam e hutuar, tha më në fund. Nuk di çfarë po ndodh mes nesh, por nuk dua të shtirem sikur nuk po ndodh asgjë. Limi u ngrit pak në shtrat, mbështeti bërrylat dhe e pa drejtë në sy. Ti nuk e di sa e vështirë është për mua kjo, tha. Kur ti afroheshe, e gjithë dhoma ndryshon. Mendja ime ndryshon. Dhe pastaj mbetem vetëm me këto mendime. Alba u afrua edhe pak më shumë, por u ndal. Nuk e preku, nuk dua të lëndoj, tha. Por nuk dua as të iki çdo herë. Ai qeshi shkurt, pa humor. Atëherë vendos, tha. O qëndro, ose më lër rehat. Sepse kështu më hutove. Ajo ndjeu një nyj në fyt. U ngrit në këmbë, bëri një hap prapa, pastaj u ndal. Ndoshta nuk kam ardhur për të dhënë përgjigje, tha. Ndoshta kam ardhur sepse edhe unë kam nevojë t'i dëgjoj këto fjalë. Limi nuk foli. Vetëm e ndoqi me sy, ndërsa ajo qëndronte aty, mes largimit dhe qëndrimit, mes frikës dhe dëshirës për të mos qenë vetëm, dhe në atë moment, asnjëri nuk e dinte se kush po acaronte kë, dhe kush po hutoi më shumë.